Vijojnë të dalin detajet të reja nga projekt buxheti i vitit 2026. Qeveria ka dorëzuar draftin në kuvend dhe bie në sy se ka një rritje të konsiderueshme të numrit të punonjësve në administrat, duke bërë një krahasim me aktin më të fundit normativ të buxhetit aktual, ka një rritje të numrit të punonjësve me 758 persona. Aktualisht, administrata ka 86.354 vet, ndërsa në vitin 2026 parashikohet të shkojë në 87.112 persona. Thuajse në të gjitha ministrit ka një rritje të numrit të punonjësve, duke filluar nga kryeministria, bujqësia, ekonomia, e deri te kuvendi apo mbrojtja. Në shumë prej tyre parashikohen mjaft vende pune, pra duket se Rama do të shpërblej patronazhistët për fitoren më 11 maj, pasi të gjithë e dim se në ministri nuk punojnë njerëz larg tarafit të partisë, por nuk përjashtohet mundësia që të kemi edhe demokrat, pasi skema e re e bablokut është të afrojë nga opozita. Ndërkohë bie në sy fakti se ka edhe një rritje të numrit të punonjësve për SPAK dhe BKH. Sipas aktit normativ të 2025-s, SPAK ka 322 punonjës, ndërsa në buxhetin e ri, ky numër parashikohet në 339. Po ashtu, parashikohet një rritje e numrit të stafit edhe për kolegjën. Sipas relacionit, shpenzimet e personelit për vitin 2026 reflektojnë koston aktuale të administratës publike, koston e plotë e indeksimit të pagave në nivelin 2.5%, si dhe efektet e hyrjes në fuqi të pagës minimale prej 50.000 lekë në muaj. Shpenzimet totale për pagat në administratën publike në nivel qendror për 87.112 punonjës planifikohen në masën 140.1 miliard lekë, ose 5% e prodhimit të brendshëm bruto. Shpenzimet buxhetore për vitin 2026 programohen në masën 886.8 miliard lekë, ose rreth 31.9% e prodhimit të brendshëm bruto, duke rezultuar rreth 55 miliard lekë më shumë se plani i rishikuar i vitit 2025. Qeveria parashikon rritjen e pensionit minimal në nivelin e 200 euro në muaj dhe atij mesatar në nivelin e 400 euro në muaj. Krahas kësaj politike, parashikohet financimi i plotë i efektit të rritjes së pagës minimale prej 50.000 lekë në muaj, si dhe indeksimi i pagave për administratën publike në masën 2.5%, duke filluar nga data 1 janar 2026.